Ha, bra, ju kam thënë që u lëriste Suanita. Jo, u lëriste Eliona. Aty njerëzit po thonin kush po u lëret Suanita, Suanita. Ju thonit Eliona. Budallën, 12 vjeçar. Janë shumë budallën, edhe për më tepër se jeni budallën, besoni edhe këto 12 vjeçar. Ishte Eliona, nuk mund të gënjej tjetri sy për sy, thot Suanita është duke u lëritur në dhomën e rrëfimit dhe ju thoni, jo, ishte Eliona se unë i njofta zërin. A thu ju Elionën e përjetoni dhe kur është kaps në banjo ja dalloni atë. Dhe ju a thoja atëherë ka qenë Suanita, o zot shqyr doli e tha vetë që kam qenë mund të ulurit. Ju duroja juve. Më që më lgjisni se unë ju kam gjanë. Po më qani që më bithën kur unë them diçka që është ashtu dhe ju thoni ja, ashtu si them unë. Nuk u mujt me kuptu se më mendon një xhelozie tillë. Kam qenë xheloz. Aurora, mos i ha fjalët mbrapsht tani, se Hygerta i ka dëgju këto gjëra. Sa në që ka ndodhur me sktyrën, se unë për sa të kuptoj që më ka xhelozu mua, se unë nuk kem ka me këto as në pjesën se këtu janë para meje edhe në Big Brother kanë posa, pse kum vrej që jetu më xhelozu mua. Unë kum thonë që kum vrejt kur kanë ardhur kësaj me apo flak. Kur që se sa ne kum dosh me thonë, por normal që atë nuk jam dalë me vojnë TikTok për Hygertën. Aurora, kur e kam thënë unë Aurora është kota biskota aty Suanitën duhet gjinin aty. Aurora, nuk më pëlqejnë njerëzit që marrin fjalët mbrapsht. Aurora thuaj po motor, je xheloze ndaj femrave të tjera. Ka është pikë, është opinioni im. Për trekon që kështu edhe për pëlqime. Jo, Aurora, kur thua çikat kanë pas më shumë vëmendje se ti dhe pastaj thua nuk e di tani çfarë të them se gjithë i dim. Jo, ti duhet thuash. Motor e dashur, vajzat kanë pasur më shumë vëmendje te sponsorët dhe ti se kishe. Jo, dëgjoj, se ne kishim më shumë vëmendje se ty dhe tani s'po i them këtë gjëna. Aurora shumë e dështuar loja jote zemra vogël, nuk arrita të të njoh as influencer as gjë. Historia më prekë se ishe Suanitës. Sinqerisht nuk e di sakt për çka ku post temën, e di që më ka bashkangjitur edhe Arditi Shukët. Po, edhe Arditi. Po, Suanita shoqja jote. Po sakt nuk e di për çka ku post. Po sa ne mendoj për ty janë çto dhe nuk i tërheqja. Atë ndash në intervistë ndash. Inaçore është tjetër gjë. Inaçore unë nuk e mohoj që jam dhe inaçore dhe s'ka gjë inaçore një integritetin tim, gjithë secili e ka pasur. Më fal, lejohet celulari, dora këtu, lejohet celulari në shtëpinë e Big Brotherit? Shumë celulare që kulluan të edicion aty brenda. Tash e vajzë e re dhe unë e kaloj. Është ashtu, dhe përime është ashtu, nëse mendon që të kupton xhelozi për që janë çikatria këtu ti ki të vjet, ato s'tam kora, s'kam nevojë me. Po e the pra. Jo, gabim. Po jo gabim goja jote zemra kur nxjerr ato perlat e bukura, se kur dilin nga biku keni inate për njerëzit, nxjerrin perla pastaj kur ballafaqojnë thoni gjose nuk është ashtu siç gjose nuk është ashtu siç duket. Se edhe brekët me mutë edhe bishti përpjet. Domethënë tjetra i thot ke shajt më ke thënë që jam xheloze ndaj femrave, unë nëse besoj diçka dhe e mendoj kështu është. Dhe pastaj thot jo s'mbaj mend ta kem thënë këtë gjë. Motor tjetra po të pyet ku kam qenë xheloze. Ti po thua s'mbaj mend ta kem thënë këtë gjë. Dhe shton, nëse e kam thënë do të thotë që kështu është. Po unë s'mbaj mend ta kem thënë këtë gjë. Po hë tani, kush ka drejt, Hygerta apo motra Suanitës?